Të dielën e kësaj jave, pra më 26 tetor, akrepat e orës kthehen 60 minuta pas. Pra, lëvizni më 3:00 natën mes të shtunës dhe të dielës, 25 dhe 26 tetor, duke u ripozicionuar tek ora 2:00. Kështu mund të flem një orë më shumë gjumë, por pas dite do të kenë një orë më pak dritë natyrale. Ora diellore qëndron në fuqi deri në 29 mars 2026, kur si gjithmonë më 3:00 të mëngjesit, në fuqi hyn ora ligjore, e njohur ndryshe si ajo verore. Për caktimin ndryshimit të orës, nuk ka qenë asnjëherë datë fikse. Në të dyja raste, por aplikohet gjithmonë natën mes të shtunës e të dielës së fundit të muajit tetor e muajit mars. Pavarësisht problematikave që prej vitesh kanë shoqëruar ndryshimin stinor të orës, ende nuk është vendosur një gjë nga BE-ja. Në Europë, ndryshimi i orës nuk ka qenë i njëtrajtshëm. Ai filloi të përgjithësohet nga viti 1974, pas krizës së parë të naftës dhe kur disa vende vendosën të çojnë përpara orën, në mënyrë që të shfrytëzonin më shumë dritën e diellit e të konsumonin më pak energji elektrike. Si ligj evropian, u vendos në vitin 1981 e është rinovuar çdo 4 vite. Në mënyrë të qëndrueshme, norma europiane përcakton datën e fillimit të periudhës së orës së verës dhe përfundimin e saj. Pra, e diela e fundit e marsit, e diela e fundit e tetorit.